vitet fundit, sidomos të fruthi sa i përket, ka pas një luhatje dhe sidomos këtë ka arritur edhe pandemia, COVID-19, kërë ishte debatet dhe ky globalizmi përveç efekte pozitive ka edhe negative, dhe se krijohet mundësia me folë kush do në mendime, pa u dhonë profesionale, por ne si punëtorë shëndetësore kemi për obligim me kthy në vëmendjen e qytetarëve sa janë të mbrojtur qytetarët nga këto vakcina, se janë efekte pozitive dhe njëkohësisht me njoftuar për efektet negative që mund të kenë, jo me majtë sheft. Prandaj, ky debat dhe kjo që edhe përkundër rritjes numrit vakcinimit mbas COVID-19 që ka qenë një ramje komplet, ne kemi pas rritje të vakcinimit, por një fushë ku është vërejtë që ka një ramje më të madhe ka qenë vakcinimi për fruth dhe për këtë arsye ne kemi vendosur si komunë e Prishtinës si vjet që me bën një fushat përbashkët. Qëllimi është me involvu sa më shumë partnerë tanë që mund me pas ndikim tek komuniteti, të qytetarët, dhe njëkohësisht qëllimi është që me pas sa më shumë debate njerëz profesional, cilët i jepin informata të drejtëve njerëzve. Pra që shpesh konfuziteti që më bën njerëzve për deklaratave jo të sakta i krijon dyshime se si me vepru ata. Vitin që lan pas ishte një numër goxha i konsiderueshëm i të prekurve me fruthin. A ishte kjo arsyeja ose a është kjo arsyeja që doni me lobu edhe më shumë që të vaksinohen? A është frika që këtë vit mund të rritet numri i fruthit? S'ka diskutim, për shembull se ramja e numrit zakonisht fruthi është një prej smundjeve në mjekësi e quajmë kontagioze që ngjitet shumë shpesh. Shumë e kanë gjishmërinë në shkallën gjishmëri shumë të lartë, mbi 95%. Dhe kjo tregon që nëse ka një numër të fëmijëve ose të pavakcinuar, mundësia që për mu infektu ata nëse vije fruthi është shumë e madhe. Dhe para mendonin nëse kemi 1000 fëmijë sot Prishtinë pa vaksinuar, nëse bën rast një epidemi e fruthit, na për një kohë shumë shkurt mundem me na infektu.